disa biznise i kanë vendosur, po mendoj i kanë vendosur në kokë të tyre disa çadra sezone. Pra ngelet në ditën e vazhdim është ajo që thash pak më parë. Shkot, jemi pak të qartë, nëse diskutojmë dhe kemi kritik, nuk do të thotë që nuk jemi mirë. Jemi shumë mirë, por që unë e xhepa kemi një jetë me këtë punë, duhet që t'i bëjmë gjërat sa më mirë dhe ndaj dhe diskutojmë. Pra, për momentin në Vlorë nuk janë hapur akoma, s'kanë ardhur kontratat që janë shumë të vonuara dhe pikërisht për këtë thash. Që nuk duhet kishte ndikuar fushata politike në qytete turistike si Vlora apo Durrësi. Çdo njeri ka punën e vet për të bërë. Unë personalisht kam marrëgjuar 15 minuta ditën e votimeve, hajsa mbri rruga për shkurt e kutie votimit, mbarova punë dhe vazhdova punën e mia. Kështu duhet ishte dhe administrata të bënte punën e vet, dhe mos të presim tani dhe ata 17 maj sot, presim kontratat që të na vinë që të bëhet zbatimi i ligjit siç është thotur VKM-ja fundit.